aty thot ka trup koordinativ i cili e ndjek implementimin e ligjit. Trupi koordinativ përbëhet nga zëvendës kryeministri i parë, si udhëheqës i këtij trupi koordinativ, i cili është në nivel të qeverisë dhe janë ministrat të cilët kyçen, janë të lidhur me procesin e punësimeve të kuadrove në administratë, të cilët nesër do të përfaqësojnë pasqyrën e përfaqësimit real demografik në shtetin tonë. Mirë po, aty antar do të jetë edhe avokati i popullit, edhe disa institucione tjera që janë shtetërore, por nuk janë të lidhura me qeverinë. Dhe këto raporte do të dëshmojnë implementimin e ligjit në periudha njëvjeçare, kur do të bëhet edhe analiza. Tani, a do të ketë gjoba financiare për udhëheqësit e institucioneve, apo përgjegjësi politike? Unë e vlerësoj se përgjegjësia politike është më e madhe se gjoba financiare, për arsye se gjobat financiare dikush mund edhe qëllimisht t'i shkaktoj dhe mos të respektoj një vendim, një ligj të shtetit, por nëse përgjegjësia është politike, unë mendoj se është më me vlerë, mirë po, aty te ligji, nëse e keni lexu, thot në afat 6 mujor duhet të miratohet një metodologji e punës në bazë të cilës do të ndjeket puna e implementimit të këtij ligji. Dhe në metodologji brenda ne mund ka hapësirë. Domethënë do të diskutohet me gjitha institucionet që mos të jetë vetëm qasje politike. Për arsye se qasja politike mund të ketë një anshmëri politike të mendimit për shkak të një qeverie aktuale, sot. Mirë po, nesër një qeveri tjetër, e cila mund të ketë një qasje tjetër, mund të ndronë mënyrën se si do ta implementon ligjin, dhe për këtë arsye ka më tepër institucione që nuk janë të lidhura me politikën ditore. Dhe kontributi i tyre do të ndihmojë që ky ligj të jetë më i rafinuar dhe më i mirë edhe për qytetarët, për interesin e qytetarëve, por edhe të institucioneve. Për arsye se ne themi qëllimi i këtij ligji është të mbajë edhe kualitetin, edhe cilësinë, po edhe përkatësinë etnike. Si mbetet që deri sa nuk ka sanksione, zbatimi të jetë i vullnetshëm nga drejtuesi i institucionit, nëse don ose jo ta zbat. Po kështu, domethënë, aktualisht nëse flasim, realiteti flet se ne në mungesë të balancuesit dhe në mungesë të ligjit kemi rritje të përfaqësimit të shqiptarëve në administratën publike për 0.5%. Flasim për periudhë 1 vjet e gjysmë. Nëse ndiqet puna e institucioneve, nuk mund të ketë keqpërdorim të atill sikur që ka ndodhur në të kaluarën, të keqpërdoret identifikimi etnik, të hapen konkurse me tendenca të lëvizjeve të brendshme institucionale, duke mos pas parasysh as pak funksionimin e mirë dhe të shëndosh të institucioneve. Këto janë disa detaje të cilët na kanë shtyr ne që ligji të jetë i kthill dhe natyrisht me metodologjin brenda që do ta miratojmë gjithë ne, edhe politika, po edhe institucionet që i mbrojnë intereset e qytetarëve, unë besoj se do të kemi një ligj funksional, e pastaj mbetet e politikanëve ta përkrahin, ta bojkotojnë apo të ketë amandamente për miratimin e këtij ligji.